Të rinj të Shkodrës. Malcia madhe. Fushazi. Puka. Vavdes. Shkodra. Që atmosfere, çfarë kënaqësie sonde kjo sallë kinemaje, dikur e harruar, sot plot shkëlqim, plot gëzim, plot entuziazëm. S'ka kënaqësi më të madhe që të jemi gjithë bashkë këtu sonde. Ky është shembulli më mirë që Shkodra nuk është e destinuar të mbetet në vend numëror, por mund dhe do të eci përpara. Me pasion, me energjinë, me dashurinë e të rinjve që ju përfaqësoni sot këtu. Ne nuk jemi këtu me premtime boshe, sepse besojmë fort që Shkodra është qyteti ku mund të rritesh. Shkodra është qyteti ku mund të studiosh. Shkodra është qyteti ku mund të punosh. Shkodra është qyteti ku ne mund ndërtojmë jetën tonë të gjithë tu dhe mos kemi nevojë të largohemi prej këtij qyteti të bukur. Prandaj ju ftoj të gjithëve që ta bëjmë këtu fushat një betejë për të ardhmen tonë, të tregojmë me votën tonë se Shkodra është gati për hapjen e tij të madh. Jemi bashkë në këtë rrugtim dhe bashkë do t'ja dalim. Do ja dalim me një super ekip të kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste. Vetëm 2 janë deputetët që garojnë për mandatin e dytë, ndërsa 13 të tjerët e kanë për herë të parë këtë sfidë. Gati 50% e listës janë vajza e gra. Pjesë e listës janë dhe kandidat nga platforma deputeti që duam dhe përfaqësues të Akademisë Politike të Partisë Socialiste. Gjithashtu, kemi mbajtur në konsiderat profesionet e ndryshme pasi në këtë listë kemi jurist, ekonomist, mjek, stomatolog, inxhinier, ushtarak dhe sipërmarrës, nga gjitha profesionet. Kështu që besoj që kjo listë përmban të gjitha këto karakteristika dhe dua ta filloj prezantimin me kandidatët për secilin nga ju. Dua ta filloj me Marianën, vajzë me rënjë nga Dugagjini, por me zemër në Shkodër ku është rritur. E njohur në mediat e huaja dhe ato vendase si Neo Malsoria, Mariana është shembull ideal i rinisë energjike dhe vizionare që do fort vendin e vet, punën dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Onid Bejleri. Onid ka lindur në Shkodër me profesion inxhinier dhe ka zhvilluar karrierën e tij kryesisht në sektorin privat, por është një nga profesionistët e shquar që ka bashkëpunuar fort me bashkinë dhe si nënkryetari i bashkisë ka marrë pjesë në gjithë investimet dhe ka suportuar e mbështetur gjithë investimet strategjike dhe inxhinierike të Shkodrës. Faleminderit. Gjenis Qela. E lindur dhe rritur në Shkodër, që 15 vjeç ka studiuar në shkencat politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare në universitetet në Itali dhe në Mbretërinë e Bashkuar, ka përfunduar studimet në Cambridge dhe ka zgjedhur të vazhdojë punojë e jetojë në Shkodër. Ftoj Bujar Rexhën. Bujari është nga gruda e Malëcisë Madhe, i arsimuar dhe në shkollat ushtarake me një karrierë të spikatur në fushën e sigurisë. Ka 20 vite që është në emigracion, ka vendosur të kthehet nga Amerika me një eksperiencë në bizneset dhe në fushën e ndërtimit. Faleminderit. Edonën besoj e njohin të gjithë. E ka përfaqësu Shkodrën në parlament me shumë pasion dhe është një zëj fort për qytetin. Gjatë 4 viteve në mandatën e parë ka propozuar nisma konkrete ligjore duke ruajtur shumë të fort marrëdhënie me bashkëqytetarët. Edona rikandidohet në këtë garë me besimin se Shkodra duhet të ketë një vazhdimsi në përfaqësim
dhe për të quar përpara iniciativat të reja për qytetit tonë. Enertin Canaj. Nuk e kemi Enertinin. Enertinin e urojmë se kesh bërë me djalë sot dhe është një nga mbarësit e fitores së të Enertinit, njeri që vjen nga një familje e majtë, angazhuar në fushën e biznesit, njihet për një përkushtim ndaj shërbimit publik dhe profesionalizmi në punën e tij. Ervin Doda. Ervini është jurist, i lindur dhe rritur në Fusharës, njeri që ka pas eksperienca dhe angazhime, njeh si mirë i problemeve të Fusharzit, një mbrojtës i fortë i problematikave të banorëve të asaj zone. Dhe njëkohësisht nën prefekt i Pukës. Doktoresha Holta Duda, kam kënaqësi që vjen nga një përvojë me drejt për drejt me komunitetin ku ka shërbyer në të gjitha nevojat dhe problematika shëndetësore, njihet si mjeke dhe ka treguar përkushtim ndaj profesionit, ka kontribuar në rritjen e cilësisë së shëndetësisë. Olta njeh mirë se kushdo nevojat dhe ka aftësinë të çojë ato të nevojat e pacientëve të saj dhe aftësinë të çojë ato në për t'i adresuar sipas nevojave të tyre. Froku. Frok Gjini, një demokrat i hershëm. Ka përfaqësuar 2 mandate, është njeri përkushtuar ndaj kauzave të demokratëve, po dhe të interesave të komunitetit të tij. Ka një respekt dhe mirënjohje në radhë të socialiste, por dhe të gjithë njerëzve me cilët ka bashkëpunuar. Besmir Lezha. Një djalë i rritur dhe i lindur në Shkodër, i cili ka filluar punë shumë herët në jetë, ka provuar shumë të punojë në sektorin privat, po ka shkëlqyer së fundit si administrator në disa nga ndërmarrjet e qytetit, duke u përgjigjur të gjitha nevojave dhe shërbimit të qytetarëve shumë pranë. Marian Dështiqaj ka spikatur në gatishmëri që ka patur dhe për të ndihmuar njerëzit në disa institucione ku ka punuar, duke dëgjuar, është njohur si thellë dhe i problematikave dhe shqetësimeve të gjithë, do të thoja, bashkëpunëtorëve të tij, po edhe të qytetarëve. Njeri që ka mbaruar me nota të shkëlqyera shkollën dhe studimet universitare në drejtësi. Vera Ndreca vjen nga profesioniste e shuar me karrierë unike akademike, do të thoja, ka emigruar në Britani në vitin 2002 dhe sot është profesore asociuar në Cardiff Metropolitan University, ku punon në fushën e menaxhimit strategjik dhe të prokurimit publik. Ka ardhur si kandidate nga platforma Deputeti që dua. Ajo synon ta sjellë të përvojën e pasur që ka përfituar edhe në Shqipëri dhe në dobi të qytetarëve tanë shkodran. Dhe tani, për juve, Casey Sparia. Një aktiviste e rinis, por një stomatologe e re, diplomuar dhe licencuar në Itali, për një dashurit madhe për të kontribuar për Shkodrën. Ajo specifikat e Casey është energjia dhe përkushtimi për çdo angazhim që merr. Akademia politike është pika që definoi më tej imazhin e saj, duke i dhënë një qasje më të qartë dhe të strukturuar ndaj politikës. Shkëlqimi ka një përvojë gjatë në fushën e biznesit dhe në drejtimin e suksesshëm të institucioneve publike. Me një kontribut madh jo vetëm në biznes, por edhe në atë politik, ku familja e tij ndonse me bindje të djathta, sheh përtej logos politike si një shembull absolut se zhvillimi i vendit kërkon vizion dhe jo ngjyra politike.
Adnan Shullani. Adnani është një prej figurave më të përkushtuara të Partisë Socialiste. 32 vjet në strukturat e saj, me një përvojë gjatë si mësues dhe drejtor i gjimnazit dhe tashmë së fundi si administrator i njësisë Ana e Malit. Është një njohës i thellë i nevojave dhe i problematikës së zonave. Këto janë ky është ekipi on, ekipi i Shkodrës, ekipi i Shkodrës 2030, për cilë jam krenar dhe prezent, cilësuar se janë ekipet mira, dhe tani do të ftoj për ju, momenti që keni pritur kryeministrin e Shqipërisë. Shumë përshëndetje dhe shumë faleminderit për praninë tuaj këtu në këtë moment të bukur të vigjiljes së fushatës. Jemi akoma në nxemje dhe për mundësinë që kjo skuadër e re për Shkodrën të prezantohet përpara vajzave dhe djemve gjeneratës së re të shkodranëve që unë dua të besoj do të jetë në 11 maj masivisht në mbështetje të forcës tonë politike. Ulli mos rinë kom se unë flas gjatë, më pjeni. Arsyeja pse ndryshe nga herët e tjera ne, siç e keni mbase parë, po siç e shihni sot këtu, kemi zgjedhur të bëjmë takime me pjesën më të re të elektoratit, është se në 11 maj, ndryshe nga zgjedhjet e mëparshme, ka diçka shumë të rëndësishme për pjesën më të re të elektoratit, që nuk lidhet thjesht me kush do fitojë zgjedhjet në Shqipëri, sa do marrë një parti, sa do marrë një parti tjetër, ç'a do bëhet për Shkodrën, ç'a do bëhet për Marsinë e Madhe, ç'a do bëhet për Pukën, për Fusharzin, për Vaun e Dejës, por më shumë se kaq. Në 11 maj ne të gjithë si shqiptarë dhe shqiptare jemi thirrur të marrim një vendim shumë të qartë për t'i dhënë një mbështetje shumë të fortë procesit të antarësinë në Bashkimin Evropian dhe për të përcaktuar kohën e fatit tonë evropian. Që do të thotë që ndryshe nga herët e tjera, kur siç e keni dëgjuar, Bashkimi Evropian na ka thënë që vendi juaj është këtu me ne, e ardhmja juaj është bashkë me ne, perspektiva juaj është drejt nesh. Sot Bashkimi Evropian është i gatshëm që realisht të na bëj pjesë të vetën. Dhe sot, për herë të parë, qysh se ne kemi filluar këtë rrugtim në fillim të viteve 90, mundësia që ne të bëhemi antar të Bashkimit Evropian është reale, është konkrete dhe është aktuale. Dhe për ta realizuar këtë, na është dhënë dhe kemi rënë dakord së bashku me Komisionin Evropian që të gjitha negociatat për antarësim t'i mbyllim brenda vitit 2027. Tani,
keni parasysh që ne sot së bashku me Malin e Zi jemi dy vendet me shanset më të mëdha për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Ne i kemi nisur negociatat zyrtarisht, jemi ulur në tryezë me ta vjet. Mali Zi i ka nisur në vitin 2012. Kjo është dhe për ata që thonë, po ç'është ky muhabet 3 mandate nuk hym në Bashkimin Evropian, tani vjen Edi Rama thot duam dhe i mandat 4 eksakt, pra sepse procesi është tejet i ngatruar dhe është tejet i ndërlidhur jo vetëm me ç'a bën ti, po edhe me ç'a duan ata. Dhe arsyeja pse Mali Zi negocion prej vitit 2012, ndërkohë që ne negociojmë prej vitit shkuar, dhe ndërkohë ne na jepet mundësia të mbyllim negociatat për 2 vitet e ardhshme dhe të hymë bashkë me Malin e Zi në Bashkimin Evropian, është sepse në këtë moment janë përputhur edhe ëndra dhe ambicia jonë që të bëjmë pjesë e Bashkimit Evropian, edhe dëshira dhe vullneti i tyre që të na bëjmë pjesë. Kjo e dyta nuk ka qenë siç është sot. Dhe jo sepse ne kemi bërë një mrekulli, dhe jo vetëm për arsye se ne kemi bërë detyrën tonë, por sepse Bashkimi Evropian gjendet në një situatë të re gjeopolitike, gjendet në një situatë të re ndërkombëtare, dhe një nga gjërat që kërkon të bëj tani me këmbgulje është të zgjerohet dhe të kompaktësoj të gjithë perimetrin e kontinentit që është në kufi me Rusin. Dhe 2 kandidatët më të mundshëm dhe më afër jemi ne dhe Mali Zi. Tani, pyetja që mund të bëhet dhe që e bëjnë disa është, po mirë që lidhje ka kjo me kush fiton këtu. Këtu nuk ka një parti që thot mi jepni votën dhe ne nuk do shkojmë në Bashkimin Evropian, po do shkojmë në një drejtim tjetër. Këtu të gjitha partit thonë një gjë. Duam që Shqipëria të jetë në Bashkimin Evropian, që është një gjë pozitive, e cila buron në fakt nga vetë shqiptarët. Shqiptarët qofshin majtas, qofshin djathtas, në këtë pikë nuk kanë dallime me njëri tjetrin. Në këtë pikë duan që Shqipëria të jetë antare e Bashkimit Evropian. Por ajo që duhet shpjeguar dhe ajo që duhet kuptuar është që në fakt nuk është e vërtet që pavarësisht se çfarë ndodh këtu, ne për 2 vjet do hymë në Bashkimin Evropian. Ne do mbyllim negociatat si fillim për 2 vjet. Dhe do hymë në Bashkimin Evropian pasi mbyllim negociatat, vetëm nëse ne do jemi të suksesshëm me negociatat. Ato nuk janë një fjalë goje, janë qindra mira, afro 1/4 milion faqe, që janë ligje, janë rregulla, janë vendime që duhen të gjitha trajtuar dhe duhen pastaj adoptuar në trupin legislativ dhe rregullator të Shqipërisë. Dhe për këtë arsye janë 1000 vet, përgjithsisht mosha juaj, përgjithsisht që çdo ditë shkojnë në zyrë dhe merren me këtë punë. Janë 40 skuadra të ndara sipas fushave që merren vetëm me këtë punë. Dhe është shumë e rëndësishme që puna e këtyre 1000 njerëzve të vazhdojë e pandërprer, e pa luhatur, e pa lëkundur, e pa çoroditur nga çfarë do qoftë. Dhe lëre më pastaj nga një palëzgjedhje ku rezultati mund të jetë aritmetikisht okej për ne, por mund mos jetë mjaftueshëm një rezultat kuptimplot për ata që janë në anën tjetër. Për ata që janë në Bruksel, për ata që janë antar
aktual të Bashkimit Evropian. Prandaj është shumë e rëndësishme që në 11 maj, ndërkohë që në datën 12 ne numërojmë votat, të gjitha ata që merren me negociatat vazhdojmë punën të patrazuar dhe në ndërkohë ajo që del nga kutitë e votimit të jetë një mesazh kompakt i shqiptarëve përtej ngjyrave të partive, përtej të majtës dhe djathës, dhe të jetë një mesazh kumbus për Brukselin që duam Shqipërinë një orë më parë në Bashkimin Evropian. Unë besoj që kështu do të ndodhë, por ama nga ana tjetër që kështu të ndodhë, ne duhet të jemi shumë të qartë për të gjitha pset e rëndësisë së 11 majit. Dhe duhet të jemi shumë të qartë për një fakt, që kjo mundësi që është krijuar nuk është një mundësi që është krijuar për gjithmonë. Është një mundësi e krijuar sot, për këtë fazë, për këtë moment historik. Mund të mos jetë e tillë nesër. Ka pas në historinë e Bashkimit Evropian momente kur dera është hapur, janë futur disa dhe janë bërë antarë dhe prapë është mbyllur. Madje ka pas dhe një moment përpara 6-7 vjetësh, deri përpara 6-7 vjetësh, kur ishte Komisioni i Përparshëm Evropian, që thanë ne nuk do zgjerohemi, nuk do kemi më antarë të rinj për një periudhë pacaktuar. Kjo mund ndodhi prap. Dhe nëse kjo ndodh prap, ne mbetemi jashtë. Dhe mund të mbetemi jashtë për një kohë të pacaktuar dhe kjo do të ishte një humbje shumë e madhe, do të ishte një tjetër goditje që ne do t'i jepnim vetes duke mos e marrë trenin e historisë në kohë. Na ka ndodhur dhe në të shkuarën. E kemi humbur trenin e historisë duke u marrë me njëri tjetrin. Dhe për këtë arsye unë besoj që është shumë e rëndësishme që njerëzit ta dinë, ju ta dini, bashkëmoshatarët tuaj ta dinë, prindrit tuaj ta dinë, gjyshet ta dinë se ç'a humbim nëse në 11 maj lozim me portat vogla kur i thon fjalës. Nëse në 11 maj rrim merremi me gjëra që mund të kenë rëndësinë e tyre, patjetër e kanë rëndësinë e tyre, por nuk janë aq të rëndësishme sa që janë gjërat që lidhen me këtë që po flas, me antarësimin në Bashkimin Evropian. Para se të vija këtu, po shkëmbeja mesazh me dikë që më shkruante për këtë votoj unë. I thash vota është e jotja, s'është e imja. Është e lirë, është e fshetë, voto si ta shohësh të arsyeshme. Po jo tha unë kam votuar për ju. Por tani edhe më përshkruan dhe një problem. Një problem që për të ishte i rëndësishëm dhe nuk dyshoj që është i rëndësishëm, që ai kishte dhe që nuk po e zgjidhte dot, çështje gjyqeshe historisht. Tani, ai problem është shumë i rëndësishëm. Ai vetë një pjesë të problemit, ose mbase të gjithë problemin, ja linte faktit që nuk po e ndihmonte partia për cilën ai kishte votu. Po ta zëm se kjo është e vërtet. Është kjo një arsye që në 11 maj ai të mos shkojë dhe të votojë Partinë Socialiste dhe të mos shkojë dhe të votojë për të dhënë edhe ai me atë votën e vet kontributin që mesazhi i përgjithshëm i popullit shqiptar të jetë shumë i qartë që duam Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe duam që negociatat të përfundojnë brenda kohës së dakordsuar dhe nuk duam më jo po kështu, jo po ashtu. Jo, nuk është. Nuk është sepse drejt për atë për ai shprind. Nuk e di sa i ka në mosh fëmijët, por normalisht më hamendja duhet të jenë 12, 14, 15 vjeç, 10 vjeç.
Është kjo një arsye që ai fëmijëve ti kërcënoi mundësinë që të marrin pasaportën e Bashkimit Evropian brenda pak vitesh dhe të luaj bixhos me faktin që mundësia mund të hiki dhe pastaj ne mund të mbetemi edhe 10, 15, 20 vjet tjera. Mos harroni që Maqedonia e Veriut është bërë kandidate për Bashkimin Evropian në vitin 2005. Fishkëllima çfarë nuk kuptonte apo ishte një cicërim nga ankthi që a do hym as do hym Bashkimin Evropian. Në 2005 një pjesë e juaja kanë qenë fare fëmijë, kanë qenë çerdhe, kanë qenë kopësht, mbase ndonjë këtu dhe s'kishte lind në 2005. Atëherë ka marrë Maqedonia statusin e kandidatit. Ishin më përpara nga të gjithë edhe mendonin që do hynin të parët. Janë mbrapa nesh sot. Serbia ka filluar të negociojë në 2014. Është mbrapa nesh sot. Për arsyet e tyre të brendshme dhe ja që sot kur është krijuar ky moment dhe është hapur dera, te dera jemi ne, është dhe Malizi. Të tjerët janë më larg. Tani u s'dua të vazhdoj me sikur, po imagjinojeni sikur ne që jemi sot te dera, siç ka qenë Maqedonia te dera më përpara, dhe shikoni sa larg është tani, për arsye të brendshme tonat, për lloj-lloj mendimesh që kanë rëndësinë e tyre të kuptohemi, por që nuk janë aq të rëndësishme sa kjo, ne t'ja mbyllim vetes derën. Dhe të privojmë veten në radh parë nga ajo që përfitojmë drejt për drejt. Individualisht, nga hyrja në Bashkimin Evropian, çdo shqiptar, kudo ku tjetë, jo vetëm shqiptarët që jetojnë në Shqipëri, jo vetëm ata që jetojnë në Bashkimin Evropian, edhe ata që jetojnë në Amerikë, edhe ata që jetojnë në Australi, duke përfituar pasaportën e BE-s, pasaportën shqiptare të BE-s, kanë disa përfitime që përndryshe nuk i kanë dot. Sot akoma ka njerëz që megjithëse unë flas për të punë, kundërshtojnë dhe thonë për ç'është ky muhabet, ne kemi pasaportën, ne ikim ku dum. E vërtet është, ne mund të ikim, por ne nuk rrim dot atje. Ne duhet të kthehemi. Ne kemi drejt lëvizim, por s'kemi drejt ndalojmë. Ne shkojmë në një kufi, gjëja e parë që na thonë dilni këtej. Dil këtej. Edhe futemi në një radhë që është një radhë tjetër nga radha që shpejt e shpejt kalon nga porta ku janë ato yjet. Pse? Sepse ne duhet kalojmë ke polici. Polici duhet na pyesi ku po shkoni. Sa lek keni me vete, kush ju ka ftuar, a keni në hotel të rezervuar, sa do rrini dhe kur do ikni. Domethënë është vetëm ja derë ku pa hyrë akoma, ai që është ke dera thot kur do ikësh. Dhe nëse ne duam të qëndrojmë, duhet marrim azil, të kërkojmë azil, ose të bëjmë punë të zeza të mçifemi derisa të na kaj policia, ose më e keqja akoma në moshë të re të futemi në për marrëdhënie me rrjetet kriminale, sepse duam patjetër të rrim atje, se nëse kthehemi, e kemi shumë vështirë të shkojmë prapë. Kështu që kjo pasaport na jep mundësinë që kjo histori e diskriminimit të marrë fund dhe që shqiptarët të bëhen 100%, jo 99%, 100% barabartë me të gjithë tjerët brenda perimetrit të Bashkimit Evropian. Ajo pasaport në e mundësi që cila do dhe cili do për jush që do të shkoj të studioj atje, mos jetë më studenti huaj në BE. Të mos jetë më në kërkim të
vendit brenda kuotave për studentët huaj, as të mos jetë më i detyruar të paguaj tarifa më të shtrenjta se sa që paguajnë ata që janë student brenda BE-s, po të jetë një student i BE-s ku kudo ku shkon ka të njëjtat, absolutisht të njëjtat, të drejta njësoj si studentët që janë nga ai vend. Njësoj si francezët në Francë, spanjollët në Spanjë etj. Jo vetëm kaq, por kur bën shkollën, do të tentoj të gjej një punë, mund të tentoj pasi problem. Sot nuk e bën dot. Sot nuk nisesh do të shkosh atje me pasaportën që kemi, edhe të shkosh të bish derës të du të punoj. Se të ke leje për të qëndru? Ja, ik. Ndërkohë që me pasaportën e BE-s, sot janë Shkodër, nesër mëngjes merr makinën, del në Kroaci, shkon në Suedi, kthehet shkon deri në Portugali dhe nuk thot askush as ku po shkon, as sa do rish, ndalon njësoj si të nisesh nga Shkodra dhe të kërkosh punë në Tiranë, ose të nisesh nga Shkodra dhe të shkosh punosh në Theth. E njëjta gjë. Me hyrjen në Bashkimin Evropian, BE-ja bëhet e vogël sa Shqipëria, Shqipëria bëhet e madhe sa BE-ja. Bëhet pjesë e të njëjtit vend. Eksaktësisht e të njëjtit vend. Madje edhe kur kemi nevojë për shërbim shëndetësor, sot ç'a bëjmë? Do përpiqemi të bëjmë çmos që ta kalojmë me çaj, me limon, me hudhra, sepse me shkutje doktori kushton shumë. Ndërkohë që po të jemi me pasaportë të BE-s, shkon te doktori kudo ku je në BE dhe ke kartën e rrjetit të sigurimeve shëndetësore të gjithë Bashkimit Evropian, edhe ke të njëjtin trajtim si ti jesh italian në Itali apo si ti jesh gjerman në Gjermani dhe rimbursohesh po njësoj. E njëjta gjë vlen për pensionet. Nuk kemi nevojë të bëjmë më negociata për bërë marrëveshje për njëjtjen e pensioneve, sepse imediatisht kur ke pasaportën e Bashkimit Evropian, të njihen të gjitha ditët e punës që bën në një vend apo në një vend tjetër dhe të njihet e drejta që menjëherë të bësh transferimin e pensionit nga këtu atje sipas dëshirës tënde. Madje kur ke pasaportën e Bashkimit Evropian dhe shkon diku jashtë, larg, në një vend që s'ka ambasadë shqiptare fare, dhe ke nevojë për një ndihmë, ambasada e parë më e afërt e BE-s është ambasada jote. Dhe ajo të merr menjëherë në mbrojtje dhe kujdeset për ty sepse je qytetar i Bashkimit Evropian. Pa llogaritur faktin që me pasaportën e BE-s ne bëhemi pjesë e sistemit zgjedhor të BE-s, kështu që bëjmë zgjedhje për Parlamentin Evropian dhe këtu, çojmë përfaqësuesit tanë në Parlamentin Evropian, ndërkohë që të gjithë shqiptarët kudo ku janë në BE me atë pasaport mund të votojnë atje ku janë për përfaqësuesit në Parlamentin Evropian të atij vendi të caktuar dhe nga janë vetë shqiptarët mund të zgjidhen në Parlamentin e BE-s, nga ana tjetër plot vajza dhe djem nga Shqipëria kanë mundësinë, ju hapen vendet me kuotat që të shkojnë të punojnë në Parlamentin dhe në institucionet e Bashkimit Evropian. Pra shkurt fjala është një jetë e re në një botë të re për gjithë gjeneratën e re. Tani, a mund të diskutohet më se ç'a duhet votu dhe si duhet votu në 11 maj, kur faktikisht kjo është kohë e dur, ky është vend i dur dhe ne jemi forca që jemi këtu në këtë vend dhe në këtë kohë. Mund të kesh 100 rezerva ndaj nesh, mund të kesh shumë kritika për ne, mund të mos duash ta dëgjosh fjalën socialist, mund të jesh demokrat 24 karat, kur i thonë, po kjo nuk ka pikë rëndësie. Kjo është po njësoj si që ishte kur
një shumicë si asnjëherë më parë dhe më pas votoi Partitë Demokratike në 92-shin. Ata nuk ishin gjithë me Partinë Demokratike, një pjesë e madhe s'ishin fare me Partinë Demokratike, por koha ishte e dura, vendi ishte i dur dhe ajo ishte forca që gjendej aty për t'i dhënë mbështetjen në mënyrë që të realizojë shkëputja përfundimtare nga një sistem tjetër dhe të bëj futja në një sistem të ri. Në 11 maj është eksaktësisht e njëjta gjë. Realizohet shkëputja përfundimtare nga historia qindra vjeçare e të qenit vetëm dhe futemi në fazën përfundimtare të të qenit një me kontinentin tonë. Dhe të qenit pjesë e një familje ku jo vetëm trimi i mirë me shok shumë, po ku do të kemi mundësinë që t'jemi në pjesën e asaj familje që është pjesa përfituese. Se ashtu ndahen aty shtetet. Janë shtetet që kontribojnë, janë dhe shtetet që përfitojnë. Shtetet kontribuese janë ato që japin më shumë para për atë familje, për BE-n, se sa marrin. Natyrisht që kanë përfitime të tjera. Përfitime dhe tregut të përbashkët e tjere, por ama kontributet në buxhetin e BE-s, të Francës, Gjermanisë, të Hollandës dhe me radhë janë kontribute më të mëdha se sa çata marrin nga BE-ja. Ndërkohë që kontributet e vendeve të tjera ku hyn përfituesit janë kontribute shumë më të vogla se çfarë marrin nga BE-ja. Dhe me futjen në atë familje, ku më të mëdhenjt dhe më të zhvilluarit kujdesen që më të vegjëlit edhe më të dobtit të rriten, faktikisht ne marrim një buxhet ekstra çdo vit. Për shembull, në gjithë të periudhë kohe, 10 vjet, ne kemi marrë nga BE-ja një mbështetje diçka më shumë se 1 miliard euro. 90% kredi, 90% kredi, 10% grant, do me thonë para falas. Mere dhe bëj çfarë duhet bësh. Me futje në BE, ne marrim diçka më shumë se 1 miliard çdo vit. Dhe 90% është grant, 10% është kredi. Ose, të gjithë të vite, ne përbujësin kemi marrë nga BE-ja shumë më pak se 200 milion euro. Me futje në BE, çdo vit marrim 300 milion euro. Dhe një gjë mund të them për teknologjitë e reja, për rinin, për arsimin, universitetin e kështu me radhë. Pra është një jetë e re. Tani, pa diskutim që të gjitha tjerat janë shumë të rëndësishme, por a ka gjë më të rëndësishme se kjo që po flasim? Unë besoj që nuk ka. Dhe kjo është e rëndësishme dhe për një arsye tjetër, që nuk ka të bëjë me parat, që nuk ka të bëjë me fondet, që nuk ka të bëjë me ato përfitimet individuale, po që ka të bëjë me dy gjëra të cilat shqiptarët nuk i kanë pas kurrë. I kanë fituar së fundmi njërën, tjetrën po përpiqen ta fitojnë, po nuk dihet a e fitojnë deri në fund nëse nuk futen Bashkimin Evropian. E para është liria individuale. Ne nuk e kemi pas lirinë individuale, një gjë të garantuar, dhe e kemi pas vazhdimisht të kërcënuar, ndërkohë që BE-ja është tempulli ku liria individuale është e shenjtë dhe nuk cënohet. Dhe nuk i lejohet asnjë antari, vendi antar të BE-s që të cënojë lirinë individuale. E dyta, që është femra e akilit e shtetit shqiptar dhe që është ajo që shqiptarët se kanë pas kur në historinë e tyre është barazia para ligjit.
Për herë të parë ne sot po shohim një përpjekje për të pas barazi para ligjit. Është një përpjekje. Për herë të parë ne sot po shohim që njerëz të fuqishëm, të lidhur me pushtetin politik, po thirren dhe po ju kërkohet llogari përpara një drejtësie që nuk kontrollohet nga pushteti politik. Por kjo mund të mbarojë. Kjo mund të kthehet mbrapsht një ditë. Sot jemi ne këtu, unë dhe ju, që jemi garant që kjo do të jetë kështu. Ne kemi pushtetin, ne kemi bërë dorëzimin e shpatës së ndëshkimit që normalisht është nduart e drejtësisë, nuk është asnjëherë nduart e pushtetit politik në një demokraci, por që faktikisht shpata ishte ke zyra ime. Para se t'isha unë aty, ishte të zyra ati që ishte para meje. Para ati tjetët ishte deri në 1912. Nga qeverit e para, tek mbreti, tek diktatori, tek, shpata ishte aty. Drejtësia ishte komplet nën urdhrat e pushtetit politik. Bënte punët e veta kur nuk kishte lidhje me pushtetin politik, po të hynte pushtetit politik në mes, drejtësia nuk bënte asgjë. Dhe ja u thosha dhe atyre dje, Altin Dumani për shembull, po t'ju them ai njihni, të gjithë e njihni. Po Altin Dumani nuk është 22 vjeç. Mund të ketë 20 vjet që është prokuror. E kishit dëgjuar përpara Altin Dumani? Jo. Kishit pa përpara ose dëgjuar që ndonjë ministër, ndonjë person me pushtet nga ata që shifen, hynë e dalin në televizor, të shkonte në prokurori, të jepte llogari, të shkonte në gjykat, të dënoj apo të arratisej. Kishit pa ndonjëherë ato? Jo. As ju s'kishit pa. As prindrit tuaj nuk kishin parë, as gjyshrit tuaj nuk kishin parë, as gjyshrit e prindërve tuaj nuk kishin parë, që kur është krijuar shteti shqiptar, ka pas vetëm njerëz të dënuar me urdhër nga i pari i qeverisë. Nuk ka pas kur njerëz të dënuar, flas figura profile të larta publike, nga një gjykat ose nga një prokuror i pavarur. Si ndodhi kjo? Ra nga qelli apo një ditë bukur u çua një grup prokurorësh edhe morën hov? Kjo ndodhi dhe kjo ndodh vetëm për një arsye. Gjithçka tjetër që thonë dhe thuhet është si muhabetet e kafeneve në Shqipëri që nuk ja gjen kur fundin. Kjo ndodhi dhe ndodh sepse ne, Partia Socialiste e Shqipërisë, vendosëm të hyjmë detit në këmbë edhe të bëjmë sprovën, të marrim përsipër sprovën më të egër që të pavarësojmë drejtësinë nga pushteti politik, do me thënë të dorëzojmë pushtet nga pushteti që ishte pjesë e pushtetit tonë dhe t'ja lëmë një trupe tjetër komplet që nuk ka lidhje fare me pushtetin tonë dhe njëkohësisht të ekspozohemi karshia asaj trupe, sepse puna e asaj trupe është eksaktësisht që të bëj barazin para ligjit njësoj për gjithë. Vetëm kështu ndodhi. Dëgjoja një që thoshte e vërtet është ligjin, këta e bën, po kush e kërkoi? Se kush e kërkoi, nuk ka nevojë të diskutojmë shumë. Mjafton të kthehesh shumë brava dhe të shohësh kur ne ishim në opozitë, të shohësh në 2007-ën, kur ne kemi kërkuar një pakt kombëtar. Ja kemi kërkuar Bufit Knetës, atëherë ishte kryeministër. Një pakt kombëtar për drejtësinë. Në 2009-ën
Pastaj në 2013 e kemi pas në program. Pastaj kur u bë reforma, të tjerë s'donin të futeshin në sallën e parlamentit. U ngujuan në bulevard me Lulin atje. Po ishte Luli. U ngujuan me Lulin në bulevard. Vinte Luli çdo natë, kënonte hymnin aty, poshtë zyrës time, që nuk dorëzohemi, thoshte. Dhe nuk u dorëzua në fakt. Asnjëherë Luli nuk dorëzohet. Dhe ka fitu, me thënë drejtën. Sa herë ka luftu, gjithmonë i ka fitu të gjitha. Po faktikisht këtë e bëm ne. Dhe sot jemi ne garantët. Po nesër, që garancia të jetë aty dhe mos ta ketë asnjë forcë këtu që ta preki dhe ta lëvizi, ne duhet jemi BE. Se ja ku e keni bufin e Knetës që thot në 11 maj do fitojmë, në 12 maj do shkrim Spaku. Do shkri në Ocroku, se ky është edhe qyteti në Ocroku, në fakt, që gjë i shkon. Por, qa ndodh më tutje? Si shkojnë gjërat mas 5 vjetësh, mas 10 vjetësh, mas 15 vjetësh. Historia e Shqipërisë është shumë e gjatë dhe na i ka mësuar të gjitha. Mjafton që ne të kemi parasysh mësimet e historisë tonë dhe nuk kemi arsye të bëjmë gabime të rënda siç kemi bërë në të shkuarën. Mjafton të kemi parasysh mësimet e historisë tonë që në datën 11 maj socialist, demokrat me parti e pa parti të ndajnë mendjen dhe të thonë socialistët me kokën lartë krenar të votojnë për Partinë Socialiste, demokratët mbyllin syt dhe të votojnë prap Partinë Socialiste. Sepse është e vetmja mënyrë e sigurt që ne të përmbyllim negociatat e antarësimit dhe të bëjmë antar të Bashkimit Evropian. Nuk ka mënyrë tjetër. Dhe e fundit që kam është, për këtë pjesë është, që i keni dëgjuar që i përsërisin vazhdimisht çdo ditë që jo ai dutët e jo gjithë mburge, jo tërcivërc. E para punës njerë, përderisa ne i hymë detit në këmbë, e dinim shumë mirë se çka kërkonim, dhe e dinim po ashtu se gjërat do shkonin pak a shumë, siç po shkojnë. Them pak a shumë sepse edhe nga ana e drejtësisë së re ka lejthitje, ka gafa, ka gabime, por që janë normale. Janë institucione shumë të reja. Ama e përgjithshmja është historike. Është një moment kthese historike që duhet vazhdojë. Dhe ne duhet i japim gjithë mbështetjen tonë. Dhe jo vetëm që ne nuk duhet të ndjehemi keq. Natyrisht, nga pamja njerëzore, njeriu nuk i vjen mirë. S'ka si të vi mirë kur dikush me cilin ka punuar ose dikush që është tu sot, nesër e shef në televizor duke shkuar në prokurori, pas nesër e shef përpara gjykatës, nuk i vjen mirë. Por ama nga pamja e shërbimit ndaj dheut, nga pamja e misionit që kemi, nga pamja e ambicjes tonë për të bërë histori sot, që edhe fati ynë dhe fati Europës janë përputhur në një pikë, ne duhet jemi vetëm krenar edhe për këtë fakt, sepse ndryshe kur nuk do ndodhte. Nuk do ndodhte që politika të fillonte të jo thjesht pastrohej, por mbi të gjitha të fillonte të ndjente që është një hapësirë ku barazia para ligjit nuk është një slogan, por është po kaq e rëndësishme dhe po kaq e vërtet sa në çdo hapësirë tjetër të jetës. Dhe të qenurit politikan, të qenurit shërbëtor publik nuk është një privilegj dhe nuk është as një fuqi mbi ligjin, por është thjesht një privilegj për të shërbyer dhe për të qenë shembull i barazisë para ligjit. Dhe natyrisht unë Shkodër nuk mund të rri pa bërë edhe një shtesë. Sot isha me Benetin
tek kantieri i shkollës Ndremjeda, mes Shkodrës. Akoma nuk më hikën aroma e lagështis, jo nga shiu, po godinat e vjetra, muret e vjetra, ka një aromë si të lagësh të brëndshme, që është tipike e godinave të amortizuara të shumë vite më parë. Është e pabesueshme se si në Shkodër është i vetmi qytet i Shqipërisë ku jo gjen shkolla të tilla, po ku të gjitha shkollat i gjetëm të tilla 2 vjet më parë. Është e pabesueshme. Ajo që ata i kanë bërë Shkodrës është diçka që me dash me bë me kast nuk e bën dot aq keq. Nuk ja punon dot aq keq një qyteti dhe një komuniteti siç ja kanë punuar ata, që natyrisht nuk e kanë bërë me qëllim për t'ja bërë me të keq. Por ato shkolla për të gjithë prindrit, dhe këtu e kam me prindrit demokrat, çfarë duhet t'ju bëjnë më ata, se sa t'ju lënë fëmijët të baresin në për ato lloj shkollash, që prindrit demokrat gjithë pa përjashtim t'ja u kthejnë kurrizin dhe t'ju thonë për sa kohë ato lloj fytyrash do të na i ricikloni, do na i risillni prapë përpara, që t'i votojmë në emër të Partisë Demokratike, të Aleancës Madhështore, të Kënetës Madhështore, harroni votën tonë se ne vetëm noc rrogun kemi për ju. Dhe du të bëj një përjashtim, ka vetëm një zonjë aty që nuk bën pjesë te kjo lloj për mua pak. Ka vetëm një zonjë aty, për cilën unë kam respekt, se është gjë tjetër. Në atë listë, që është deputete aktuale. Të tjerët aty janë, nuk e di. Andej nga jugu thonë, birë Selmani nënës, këtë qaj më parë, dita da. Por, nëse ka një vend që demokratët, për të gjitha arsyet që thash, kanë dhe një arsye plus që t'ju bëjnë atë që thuhet mund kokë atyre që janë paraqitur si ofertë alternative e kësaj skuadrës tonë, është Shkodra. Janë bëmat e tyre në Shkodër dhe është kontrasti katastrofik mes Shkodrës që ishte deri sa erdhi Beneti në krye dhe Shkodrës që sot çdo ditë mber jetë. Ka shumë punë, ka jashtëzakonisht shumë punë, po merr jetë çdo ditë. Sot për herë të parë pash liçenin e lumin atje kur hyra në Shkodër, nga e Majta. Se kisha pa në herë. E njëjta pamje ishte kur shkoi në Vlorë. Edhe kishte një bezë të bardhë, ishte shkruajtur me dorë Welcome to Vlora, një lec atje e varur, edhe në fakt nuk ishte Welcome to Vlora me det, ishte Welcome në një rrugic me i karburant në djath, edhe me një rrëpir në të majt dhe me gropa. Welcome to Vlora. Edhe Shkodra ishte një qamet, futeshe në mes 2 palë godinave, njëra më shumë tutë se tjetra, njësoj si kur më duke kur vija në Shkodrë si kur futesha në lanë. Te lana në Tiranë, ishte lana në mes dhe ishin godinat në 2 kratë. As liqen, as lumë, as kodër, as natyrë, shorruar sytë qyteti. Dhe pa piktur për këta tani, duan prap vota. Duan vota. Për Shkodrën madhështore. Për Shkodrën madhështore. Po qa është Shkodra madhështore e tyre? Cila është Shkodra madhështore? Me dashme pyet, cila është? Cila është? Se s'kemi as Jozefinën këtu ta pyesim se kanë marrë, kanë mbyllur në burgun e listës mbyllur Tiranës. Cila është? Shkurt fjala, jeni krenar, kemi
përpara disa javë shumë intensive, kemi një datë, kemi një votë dhe kemi një mundësi, të gjithë shqiptarët kanë një mundësi që kur ta marrim pasaportën, se pasaportën e Bashkimit Evropian ne do ta marrim, që kush do ta marrë në dorë dhe në 11 maj votojë për atë pasaportë, të thotë e kam edhe unë investimin tim këtu. Kush do ta marrë në dorë dhe në 11 maj nuk do votojë për atë pasaportë, sa herë ta shohë veten aty ka pasaportë do t'i kujtohet që ndërkohë që duhet ai the votën për atë pasaportë e hodhi për bufin e knetës. E hodhi për bufin e knetës. Edhe për atë programin me qofte, me pica, me gjithë llojet e tavave të dheut të malit që në 12 maj do shtrohen në të gjitha rrugët e Shqipërisë, do mushet Shkodra, gjithë trotuaret, i thash Benetit sot ore, duhet me i pastru trotuaret, se Bovaki i thash po fiton këneta dhe do mushen gjithë trotuaret me tava dheu, me krape, me njala, me vez, me qofte, me gjithë sallatrat e mundshme. Shumë faleminderit edhe herë gjithëve. Edhe mos harroni.